nuk po di ku është çajo fare çfarë fajsale. Ku e ke zbulu çfarë? Kam ofendu kur, po kur prekim ti të do bash. Këtë malsorët i ofendon, Jo, malsorët i ofendon ti me sjelljen që bën. O e pa ftyrë që je degeneruar. Shqiptar të bë. Malsorët i ofendon ti kur prek të bukë se prindi. Atë e bën ti. Malsorët që kanë dhënë bukë me orë, roti. Kanë marrë me bukë, me plumë, me çdo gjë. Malsorëve janë këto vate. Unë jam joz, jo shtëpi. Nuk e di për çfarë. Unë jam joz, jo zemra. Nuk e di për çfarë po flet. Pra zotin e madh. Nuk e di si e dyta malsorët i ofendove ti kur i përmend babën një gocë nga mëngjesi deri në darkë. Un kam shok malsor pafund, po nuk e bëjnë kurrë atë gjë. Këtë deja me të. Po i ke ardh vetë. Po jo vetëm malsori, po ato se baba malsori nga veriu deri në ju, thjesht një burr nuk e bën. Nga veriu në ju, thjesht burri nuk e bën atë. Se ti e di nuk bën burri intriga siç bën Jozi, e di ku provokon. Kaq, siç bën Jozi. Nuk më të qendrim më shumë. Dikujt i përmend emrin e burrit, dikujt vjen i sjell babën këtu kur babën tim ti se ke pa kurr. Babën tim ti nuk e ke parë kurr, nuk e ke dëgjuar zërin. Ti nuk e di si quhet baba im. Ti se ke ide. Nënën time në këtë shtëpi ti se ke parë ndonjëherë të vitë japi një deklaratë, të japi një mesazh për gjendjen time. Ti se ke parë kur fytyrat e prindërve të mi lidhur me këtë situatë. Kaq. E ke sjell vetë deklaratën, unë po them gjëra që ke nxjerrë nga goja time. Jo, ti ke fol në emër të prindit tim. Ti ke fol në emër të prindit tim. Vetë ke thonë më zemër, kur ke ardhi këtu? Unë kur më keni pyetur, kam thënë që prindrit e mi kanë qenë shumë të shqetësuar për mua dhe kanë qenë shumë keq në gjendje emocionale. Për gjendjen time emocionale, më kanë parë mua shumë mërzitur këtu. Më kanë parë mua shumë për çfarë tjetër? Për çfarë mund të jenë tjetër se e mërzit ti, se shave ti, për çfarë do jenë tjetër? O Egli, po s'kam punë Egli. A je normal? Dhe gjithsesi ti të kapësh pas asaj fjale dhe të përmendësh nga mëngjesi deri në darkë, të vish të më ofendosh, duke më përmendur prindrit, ti nuk e bën dot. A erdhë ndryshe? Çfarë po shef ti? Ku është Egli? Çfarë po shef ti? Po shoh tjetër gjë komplet po shoh Eglin e parë. Çfarë sepse asaj vajzës i erdhi babai këtu dhe në fund ditës nuk desh me ditë. I erdhi këtu i tha dhe nuk desh me ditë. Ti? A kupton apo jo? Dhe ti je i fundit që duhet të flasësh për këtë temë. Ti je i fundit sepse ti nuk e që në shtëpinë time dhe ti nuk e dëgjuar as një bisedë as timen as të prindërve të mi. Lëre alarmanten. Lëre alarmante, lëre, se të paktën mua cucllën në gojë, një, edhe toket zanun dhe tjetrën nuk mi kanë thënë. Ashtu dhe. Kështu që rri rahat dhe mbaj vendin tënd.